Secili qytetar duhet të kontribuojë në shtetin e vet. Kjo është njëri ndër kontributet të cilat ai e mbron vetveten, e mbron familjen e vet dhe e mbron rrethin dhe shoqërinë. Kështu që secili qytetar duhet më reagu. Mundet edhe anonim me shkru, edhe secili punëtor. Andaj baj thirrje secilit punëtor të secilit biznes, të cilët heton që ka papërgjegjësi, sidomos nga konsumimi apo nga shitja aty në produkte që nuk kanë afat. Te e lajmëron inspektoriatin e tregut, edhe në mënyrë anonime, dhe të ndërmerren masa për shkak se ligji për mbrojtjen e konsumatorëve të thotë shumë qartë. Ato produkte që janë me afat gati apo duke skaduar, po ka afër skadimit, ato duhet lihen në vend të veçantë. Edhe duhet shkruar kur është afati i skadencës, për shkak se ligji thotë që duhet të jetë i njoftuar konsumatori edhe me përmbajtjen, po edhe me datën e skadencës. Kështu që në raste konkrete, nëse ka produkte që janë të skadume apo afërsisht kryhet nesër skadimi edhe ata mundohen të shisin, edhe në rastet e tilla mund të bëjnë dëm edhe shëndetit njerit, atëherë mund të ketë përgjegjësi penale. Madje raste që këtë afatin e skadencës e fshin me aceton të thajve që e fshin thajt, i vendosin afat tjetër, të mënë që nuk është aerali, po i vendosin këta si pas dëshirës e tyne, ka raste pa fond, ndoshta dhe jo keni dëgju, so kam dëgju dhënë, ka raste pa fond që manipulojnë me, në biznes, mrena biznesit, e ndryshojnë atë afatin që ka hedhë kompania në shitje, mandej ndryshojnë këta vetë. Si raste ka pa fond që kemi dëgju. Rastet e tilla përveç që janë kundërvajt janë edhe vepra penale. Kështu që do të mendohet mirë, kushdo që e shlyn afatin, edhe për punëtorëve. Për të me i bë thirrje na krejt aty në punëtorëve se na kemi një telashe. Nëse na e dim që ky produkt është i keq, hajtë sonë s'ka me blenë, shpetam se hajnë, le del në shitje. Jo. Nëse na e shumë përballë që një joni mu smu, me shku, mu trajtu të mjeku, e këshim pas sa e ranë, sa edhe më shme ashtë, atëherë reagujmë, atëherë është vënë.